gjatë vitit 2025 ka dërguar 80 raste në prokurorinë e shtetit, sidoqoftë ju informoj se informatat e fundit kthyese lidhur me rastet e dërguara i kemi pranuar vetëm në prill të vitit 2024. Departamenti për çështje juridike dhe kundërmashtrimet në kuadër të zyrës kombëtare të auditimit gjatë vitit 2025 ka dërguar 80 raste në prokurorinë e shtetit. Raportet të cilat janë publikuar dhe ato të cilat pritet të publikohen do t'i nënshtrohen analizave dhe vlerësimit për të identifikuar çështjet që mund të kenë elemente potenciale të mashtrimit apo keshpërdorimit, dhe ato për cilat do të kemi dyshimet tona do t'i dërgojmë në prokurorinë e shtetit. Për dijenin tuaj më duhet të theksoj se marrëveshja ndërmjet zyrës kombëtare të auditimit dhe prokurorisë së shtetit parashet që prokuroria të ofrojë për zyrën kombëtare të auditimit informata kthyese lidhur me statusin e rasteve të cilat në baza vjetore i dërgojmë, sidoqoftë ju informoj se informatat e fundit kthyese lidhur me rastet e dërguara i kemi pranuar vetëm në prill të vitit 2024 dhe atë vetëm për 143 raste nga rreth 500 raste të adresuara që nga viti 2018 deri më sot.